që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente ti procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend. E kam ngritur është në qoftë se mund të gjejmë një rrugë përpara me dakordim të partive politike për procedim të buxhetit dhe planit të rritjes, një instrument i Bashkimit Evropian nëpërmjet cilës Kosovës i jepen mbi 800 milion euro dhe sa më shumë që kemi vonesa, aq më shumë ne mund të humbasim qasjen në këto fonde. Dhe ai dokument kërkon ratifikim prej 2/3 në kuvend. Nuk ishte gatishmëri nga një numër i madh për procedim të buxhetit i cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë unë propozova që të shiqojmë mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet i ri, por është zgjatje e buxhetit të vjetër në mënyrë që spaku deri me 31 mars 2026 qytetarët tanë mos të përballen me një situatë ku nuk kanë paga dhe nuk kanë mirëqenie. Dhe kjo do të ishte një situatë pa precedent, një situatë jashtëzakonisht e rëndë, sepse një numër i madh i qytetarëve tanë varen dhe mirëqenia e tyre, mbijetesa e tyre varet pikërisht nga paga që e marrin në fund të muajit. Dhe në qoftë se pastaj pas këtyre zgjedhjeve potenciale nuk ka institucione shumë shpejt, atëherë mund të mbesim pa buxhet në tërësi. Rrjedhimisht propozimi im ishte që të gjejmë rrugë përpara, kishte aty shqetësime rreth procedurave, prandaj edhe propozimi im ishte që sipas nenit 79 të kushtetutës, që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente ti procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend, meqense nuk i kam kompetencat e kufizuara dhe një gjë e tillë njihet si e drejtë e presidentës sipas nenit 79 të kushtetutës. Kjo çështje nga disa u shqyrtua, do të jem në kontakt me partitë politike në ditët në vijim për të parë nëse ekziston një mundësi e tillë që të procedojmë sipas kësaj metode në mënyrë që të parandalojmë një krizë e cila është e mundshme. Dhe është e mundshme për shkak se ne kemi parë nga zgjedhjet e shkurtit, ka zgjatur shumë certifikimi, pastaj ka zgjatur shumë konstituimi, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çka nëse një kuvend nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mund të kemi situata kur kemi zgjatje, stërgjatje dhe mund të mbetet vendi pa buxhet dhe qytetarët tanë pa mënyrën e vetme të mbijetesës që i kanë pagat e tyre. Kam diskutuar edhe për propozimin e buxhetit të RTK-s, nuk kam dëgjuar ndonjë qëndrim nga partitë politike, mirë po kam shprehur gatishmërinë e plotë si presidente që për të tejkaluar problemet procedurale që dikush aty i përmendke, që si presidente ti procedoj ato si nisma legislative, sepse s'ka asnjë kufizim as kushtetues as ligjor rreth kësaj. Dhe pastaj aty duhet të gjendet edhe mundësi që të krijohen komisionet parlamentare. Për mua ato shqetësimet se kush e udhëheq një komision sot dhe kush e udhëheq nesër janë totalisht të paarsyeshme, sepse edhe ashtu nuk ju bjen shumë gjatë, mund t'ju bijë një javë a dy dhe nuk ka asnjë arsye se kush i udhëheq komisionet përderisa kjo shfrytëzohet si një mundësi fleksibile që të kalohen në seancë parlamentare edhe vendimet për zgjatje buxhetore dhe vendimi për planin e rritjes eventualisht edhe vendimi për RTK.